Burg përjet kërkoi Prokuroria e Tiranës për 2 personat e akuzuar si organizator të vrasjes së ish drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku në 2017. Organi akuzës tha se Bledar Jambelli dhe Kristaq Leci paguan Mikel Shallarin për të kryer krimin. 9 persona vunë në pranga dhe 2 u shpallën në kërkim nga SPAK në një operacion kundër trafikut të drogës në bashkëpunim me autoritetet finlandeze. U goditën 4 grupe kriminale, aktiviteti i cilëve drejtohej nga Shqipëria. Zbardhet dëshmia e shtetases britanike që i shpëtoi aksidentit me jet ski në plazhin e shkëmbit Kavajës ku humbi jetën partneri i saj. Ajo tha se hyn në ujë edhe pse nuk dini not dhe se leku i shpëtimit nuk i mbajti pas rrëzimit. Seria Blu njofton se Partia Popullore Europiane ka vendosur të përfshijë Shqipërinë në agjendën e saj për misione verifikimi. Vendimi erdhi pas kërkesës së Berishës për të dërguar në vendin tonë një mision faktëmbledhës për zgjedhjet e 11 majit. Mbrin të gjithë lojtarët kuqezit të thirrur për 2 sfidat e radhës, por në stërvitje mungoi Manaj për shkak të gjendjes gripale. Shtyhet deri nesër afati i përzgjedhjes së biletave për ndeshjen me Serbinë. Në kampin e skuadrës serbe thonë se janë nën presion. Zonja dhe zotërinë mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve, ku si çdo mbrëmje do të bëjmë një rrumullakim, le të themi, të ngjarjeve kryesore të ditës së sotme. Burg përjet kërkoi sot Prokuroria e Tiranës për personat e akuzuar si organizator të vrasjes së ish drejtorit të policisë së Vlorës, kryekomisar Artan Cuku në vitin 2017. Prokuroria e Tiranës kërkoi shpalljen fajtor dhe dënimin me burgim të përjetshëm për Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin si autor të vrasjes së kryekomisarit Artan Cuku, ngjarje ndodhur në 2017. Hetimet e kryera fillimisht nga Prokuroria për krime të rënda që bëri të penduar Mikel Shallarin, ekzekutorin fizik të Cukut, treguan se ngjarja kishte motiv detyrën e ish drejtorit të policisë së Vlorës. Bledar Jambelli ishte arrestuar në 2012 nga Drejtoria e Policisë së Vlorës, e cila hetonte atë prej vitesh si autor të një vrasje të 2 fish në kohën kur kjo drejtori drejtohej nga Artan Cuku. Pikërisht për këtë shkak në vitin 2017 Prokuroria thotë se Jambelli në shenjë hakmarrje përgatiti vrasjen e tij. Ai bashkëpunoi me Kristaq Lecin dhe Mikel Shallarin. Ky i fundit në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë tregoi për hetuesit se ju premtua pagesë rreth 20.000 euro dhe dërgim në Gjermani pasi të kryente vrasjen. 2 armët e llojit pistolet, njëra tip Zastava dhe tjetra Glock me silenciator, ja dha Kristaq Lecin, ndërsa vetë tha se u vendos në ndjekje të viktimës nga larg duke e marrë në vëzhgim. Shallari, i cili u dënua me 10 vite burg, qelloi ndaj kryekomisarit Artan Cuku me 8 plumba në hyrje të ashensorit të pallatit ku ai jetonte pranë liçenit artificial në Tiranë. 9 persona u vunë pranga dhe 2 u shpallën në kërkim nga SPAK në një operacion kundër trafikut të drogës në bashkëpunim me autoritetet finlandeze. 4 grupe kriminale me drejtues shtetas shqiptare që merreshin me trafikun e lëndëve narkotike u goditën nga një hetim 2 vjeçar i SPAK me autoritetet finlandeze. 9 persona u arrestuan në Shqipëri dhe 2 të tjerë u shpallën në kërkim. Aktiviteti shtrihet në vite, organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri. Në hetimet tona është herë e parë faktikisht që shikojmë grupe kriminale që kanë në fokus të tyre edhe drogat sintetike. Drejtuesi i hetimeve për palën finlandeze, komisar Hans Fagerström, tregoi 2 rrugët e trafikut të drogës. Një nga rrugët e trafikut kryesisht të drogës sintetike është transportimi nga Holanda në Finland duke përdorur kamion, ndërkohë lënda narkotike e kanabisit dërgohej nga Spanja në Finland. 4 grupet bashkëpunonin me njëri tjetrin, por kishin role të ndara. 2 nga grupet janë grupet të cilat organizonin trafikimin që nga Shqipëria për ta dërguar nga Spanja apo Holanda në Finland. Një grup tjetër kriminal i drejtuar po nga shtetas shqiptar, vepronte vetëm në Finland. Një grup tjetër i drejtuar po nga shtetas shqiptar kishte si detyrë të tij organizimin e trafikut të marijuanës nga Spanja
në drejtim të Finlandës nëpërmjet shërbimit pastar. Hetuesit thanë se ende nuk mund të flasin në terma monetar sa janë fitimet e këtyre grupeve, por që atyre u janë dokumentuar 4 raste të trafikut në sasi të mëdha që shkonte deri në 300 kg kanabis, kokainë dhe drogë sintetike. Një grup i trafikimit të armëve dhe kultivimit të kanabisit është goditur nga policia dhe prokuroria e Fierit. 4 persona kanë rënë pranga, të cilët akuzohen se trafikonin armë nga Kosova për t'u ashqitur grupeve kriminale këtu në vend. Këto janë pamjet e operacionit të zhvilluar nga policia në qarkun e Fierit, ku godit një grup kriminal në fushën e trafikut të armëve nga Kosova, si dhe i kultivimit të kanabisit. Gjatë këtij aksioni në pranga ran 4 persona, teksa u sekuestruan 6 armë zjarri e municion luftarak, 4.000 fidan dhe 5.000 fara kanabisi, radio dhe uniforma si të policisë. Është bërë e mundur, deri në këtë fazë të hetimit, arestimin flagrant dhe ndalimi i 4 personave me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, janë me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve, armëve dhe municioneve. Skënder Hita, drejtori i policisë Fier, tha se hetimi i këtij grupi ka filluar disa muaj më parë, ka ku është zbuluar se ku zhvillohet aktiviteti kriminal, si dhe personat e interesuar për blerjen e armëve të trafikuara. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Grushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës. Nga hetimet rezulton se ky grup vepron dhe mirë organizuar me qëllim trafikimin e armëve nga Kosova në Shqipëri për t'i shitur më pas tek individ të përfshirë në veprimtari kriminale. Organizator të këtij aktiviteti kriminal sipas policisë ishin Boran Buzi dhe Qamil Shurdhi, teksa hetimet vijojnë edhe për persona të tjerë të dyshuar si pjesë të këtij grupi. Pak ditë pas plagosjes së një kamareri 15 vjeçar në një pizzeri në zonën e Alidemit, policia e Tiranës ka arrestuar autorin e dyshuar Aldo Neziri. Ky fundit ishte motorist në pizzerin ku ndodhi ngjarja. Pak orë pas prangosjes së tij, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan armën e përdorur në krim. Bëhet fjalë për një armë të dyshuar si pistolet stilolaps artizanale. Për të njëjtën ngjarje dje u arrestuan edhe 3 punonjës të pizzerisë, pasi dyshohen se kanë pastruar vendin e ngjarjes dhe kanë hequr DVR-n e kamerës së sigurisë në pizzeri. Ndërkohë vijon puna për kapjen e administratorit të pizzerisë Leonardo Mejdani. Zbardhet dëshmia e shtetases britanike, e cila shpëtoi nga rënja me jetski ku humbi jetën partneri i saj në plazhin e shkëmbit të Kavajës. 2 turistët anglez me origjinë ganeze, të cilët u përfshin në një aksident me jetski paraditën e së dielës tek shkëmbi i Kavajës, hynë në thellësi edhe pse nuk dinin not. Televizioni Klan ka siguruar dosjen e plotë të aksidentit ku humbi jetën 34 vjeçari Sylvester Obank, i cili ditën e ngjarjes kishte dalë në det së bashku me partnerin e tij për të lundruar me një jetski të marrë me qira, ndonse nuk ishte i pajisur me patent. Në rrëfimin e saj e mbijetuara Vera Baume ka deklaruar se ajo dhe partneri kanë rënë nga jetski si pasojë e humbjes së ekuilibrit dhe nuk janë përplasur. Kanë rënë në det dhe sipas saj, jeleku i shpëtimit nuk i ka mbajtur mbi ujë. Rrëfimi i saj për marrjen e jetski përkon me pamjet e kamerave të sigurisë të siguruara nga Klan News. Në orën 10 së dielës shkuam me disa shok për të marrë motora ujë. Personi që ishte aty na mësoi si t'i drejtonim. I dham lekët, morëm motorin e futemi në ujë. Përpara na veshim me jelek, më pas hym në ujë avash avash, pasi nuk jemi specialist. Kur shkuam larg, Silvester i dha gaz dhe e ktheu motorin në mënyrë të menjëhershme. Aty u rrëzuam dhe ram në ujë të dy. Ne nuk dinim not të dy, po përpiqeshim të mbijetonim. Duke u përpjekur të mbijetonim, Silvesterin nuk e mbajti mbi ujë jeleku dhe unë mbijetese sipër nuk e pash më çfarë ndodhi me të. Pas këtij momenti ndihma e parë u është dhënë nga policia kufitare, e cila rastësisht ka qenë duke patrulluar në zonën ku ndodhi ngjarja. E mbijetuara tregon edhe momentin e mbërritjes së policisë kufitare dhe të skafit të subjektit që jepte jetski me qera. Vetë pronari i subjektit Luis Xhumari ka deklaruar se ka bërë të pamundurën për të ardhur në ndihmë turistëve, por distanca e largët ku çifti anglez kishte lundruar e ka bërë të pamundur shpëtimin e 34 vjeçarit. Kur 2 turistët u nxorën në breg, stafi i një autoambulance që po i priste në Kalat konstatoi se ai kishte humbur jetën. Pas veprimeve hetimore, policia arrestoi pronarin e subjektit, që lëshonte me qira mjetet lundruese, pasi rezultoi se u kishte dhënë jetskin turistëve ndonse ishin pa patent. Xhumari tha në polici se turistët i kishin dhënë një dokument të huaj,
si leje drejtimi dhe se kishte menduar që ishte patente rregull për jet ski. Gjithashtu, sipas policisë, ai duhet t'i kishte pajisur turistët edhe me skafandër mbrojtëse. Në drejtorinë e përgjithshme të standardizimit thonë se mjetet lundruese, përfshije dhe jet ski duhet kenë pajisje mbrojtëse. Vit pas viti, gjatë sezonit turistik, siguria në plazhe është një ndër kriteret kryesore për zhvillimin e turizmit sa më të qëndrueshëm. Drejtoria e përgjithshme e standardizimit në vendin tonë ka një rol të rëndësishëm në përgatitjen e materialeve të certifikuara që lidhen edhe me sigurinë në ujë. Roli i DPS-s në përgatitjen e materialeve të pajisjeve për mbrojtjen në ujë apo në sigurinë e plazheve është sigurisht tepër i madh. Ne mund të përmendim standardin ndërkombëtar, i cili përcakton në mënyrë tepër të qartë nivelet e sigurisë së jelekëve të shpëtimit, aksesorët e këtij jeleku, të cilët për shembull kanë të bëjnë në mënyrë automatike e vendos përdoruesin edhe në rast të aksidenti dhe në raste të humbjes së ndërgjegjes për momentin, ai e vendos në pozicion që koka gjithsesi të rrijë jashtë ujit. Kriteret të tjera të rëndësishme sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit janë edhe menaxhimi i plazheve konform çdo standardi, përfshirë sigurinë dhe sinjalistikën e duhur. Kemi të bëjmë me rojet e plazheve, ku kemi të bëjmë me simbolet, vendosjen e tyre kur vendosen, trajnimin e rojtarëve të plazheve e tjerë. Moszbatimi i standardeve të duhura ka çuar shpesh në aksidente fatale, ndërkohë që pushuesit i kërkojnë çdo vit policisë kufitare dhe autoriteteve të tjera që të bëjnë kontrolle rigoroze mbi jet skit, pasi rrezikojnë edhe jetën e pushuesve të tjerë. Qeveria shqiptare ka marrë masat për çdo të papritur në vijin bregdetare gjatë këtij sezoni turistik. 36 qendra shëndetësore me shërbim 24 orë janë hapur nga 1 qershori në të gjithë vendin. Këtë e ka bërë të ditur kryeministri Rama përmes një mesazhi të postuar në rrjetet e tij sociale. Në nisje të sezonit veror janë hapur 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin, të kompletuara me pajisje sinjalistik dhe staf mjekësor të specializuar, të cilët do të jenë në shërbim të qytetarëve 24 orë në 7 ditë të javës, njofton kreu i qeverisë. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve ka hapur kutinë e parë të zgjedhjeve të 11 majit. Ai përket të qarkut Vlorë dhe pas rishikimit KAS nuk konstatoi parregullsi në fletët e votimit. Në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u hap kutia e parë me flet votimi nga zgjedhjet e 11 majit. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet pretendoi se fletët e votimit në Vlorë ishin të pavulosura. Përveç se nuk është paraqitur vula e të gjitha fletëve të votimit në gjithë qarkun e Vlorës, ne nuk arrim dot që të identifikojmë cila qendër votimi ka X numërim. Por hapja e kutisë konfirmoi të kundërtën e këtyre pretendimeve. Nga kutia rezultoi që të gjitha fletët e votimit ishin të vulosura me vulat përkatëse të qendrës votimit dhe vulën e sekretarit. Kërkesa ushtri edhe mëtej për të rinumëruar të gjithë qarkun e Vlorës, por në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, si rrallëherë, antarët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike u bën bashkë dhe rrëzuan kërkesën. Në këto kushte ne nuk mundet me këtë lloj pretendimi dhe pas një provë, se është qëndrim që është mbajtur më parë, të hapim gjithë qarkun e Vlorës dhe të kryejmë vlerësimin. Selia Blu njofton se Partia Popullore Europiane ka vendosur ta përfshijë Shqipërinë në agjendën e saj për misione verifikimi. Vendimi erdhi pas kërkesës së kreut të opozitës Sali Berisha për të dërguar në vendin tonë një mision faktëmbledhës për zgjedhjet e 11 majit. Sali Berisha që udhëtoi drejt Brukselit këtë të martë i ka kërkuar përfaqësuesve të Asamblesë Politike të Partive Popullore Europiane që të sillin në Tiranë një mision faktëmbledhës për pretendimet e tij lidhur me manipulimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ndihma që kërkoj nga Partitë Popullore Europiane dhe Partitë Motra është dërgimi një misioni verifikues në vendin tim, një mision faktëmbledhës
që do të kishte rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet tuaja, sepse Shqipëria është një eksportuese e madhe kriminaliteti dhe droge, dhe gjithashtu një eksportuese shumë e madhe emigrantësh. Një mision faktmbledhës nga Partia Popullore Europiane është më së i domosdoshëm. Ne kemi në dispozicion një sasi të jashtëzakonshme dokumentesh që tregojnë si funksionon ky narkoshtet. Besoj se së bashku mund të ndihmojmë kombin ton, por edhe rajonin dhe vetë Bashkimin Evropian. Kërkesë që u pranua nga sekretarja e përgjithshme e Partive Popullore Europiane, ku përveç Shqipërisë u vendos të dërgoheshin misione të tilla dhe në Libi dhe Moldavi. Mendoj se është një ide e mirë kur na kërkoni diçka, ndaj do ta vendosim si një nga prioritetet dhe objektivat tona që të bëjmë një mision në Shqipëri. Pas takimit, Berisha e cilësoi si sukses për opozitën pranimin e kërkesës për ardhjen e një misioni të Partive Popullore Europiane në Tiranë. Gjeti mirë kuptim të plot, mbasi krimi shqiptar paraqes si një rrezik madhor jo vetëm për liritë të drejtat e shqiptarëve, për votën e tyre, por për rajonin dhe Europën si eksportues kryesor të drogave të forta. Në një raportim në Komisionin e Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian, komisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi se Shqipëria po ecën shpejt me reformat. Ajo tha se deri tani janë hapur 24 kapituj të negociatave me Shqipërinë dhe se brenda vitit 2029 Unioni mund të zgjerohet me 2 shtete. Komisioni Evropian mbështet plotësisht qëllimin e Shqipërisë për të hapur sa më shpejt të gjithë kapitujt e negociatave. Gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, komisionerja për zgjerimin Marta Kos solli si shembull vendin ton për shpejtësinë në realizimin e reformave të integrimit. Ne kemi mundësi reale që brenda vitit 2029 të anëtarësojmë një ose më shumë shtete kandidate si anëtare me të drejtat e plota në BE. Me Shqipërinë kemi hapur tashmë 24 kapituj të negociatave. Vetëm në 2 muajt e fundit hapëm grup kapitullin e dytë edhe atë të tretë. Ky shtet kandidate ka kuptuar momentin e ri për zgjerimin duke bërë reforma më të shpejta se më parë. Kosta se Shqipëria së bashku me Malinezi janë shtetet kandidate më të përparuara, veçanërisht në sundimin e ligjit. Duke ju referuar situatës në Kosovë, Kos theksoi se është thelbësore të formojnë sa më shpejt institucionet. Për sa i përket rrugës drejt Bashkimit Evropian, Kosova theksoi komisionerja duhet të angazhohet më tepër në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli dhe jo të ndërmarrë veprime të njëanshme. Kryeministri holandez Dick Schoof i ka dorëzuar ditën e martë dorëheqjen mbretit. Ky i fundit të vendosi të tërhiqet pra Dick Schoof nga qeveria pasi nuk era dakord me të në një takim në mëngjesin e kësaj të marte për ngrirjen e aplikimeve për azil, pezullimin e ndërtimit të qendrave të pritjes tyre në vend dhe kufizimin e numrit të bashkimeve familjare. Kjo për shkak të divergjencave me radikalin e djathtë Geert Wilders, i cili u tërhoq nga koalicioni. Tashmë pritet që vendit shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Mirë, jemi tek sporti, natyrshëm do të flasim për kombëtaren tonë, e cila ka vijuar përgatitjet për ndeshjen me Serbinë, por ai që s'mori pjesë në stërvitje ka qenë Rejmanaj. Kombëtarja zhvilloi këtë të martë seancën e radhës stërvitore për ndeshjen me Serbinë. Grupi është i plot përveç Rejmanajt, i cili po kalon një gjendje gripale. Futbollistët të cilët mungonin në stërvitjen e së hënës zhvilluan përgatitjet normalisht. Situatat taktike nuk munguan që do të ndihmojnë për të vendosur formacionin e titullarëve në përballjen me Serbinë të shtunën në arenën kombëtare, një sfidë që do të transmetohet si zakonisht në TV Klan. Silvinho ka edhe 3 ditë kohë për të përgatitur këtë takim që do të ndahet në stërvitje në fushë palestër dhe analizë së kundërshtarit. Kjo sfidë vlen shumë pasi është rivali direkt për vendin e dytë në grupin kualifikues të botrorit 2026, që të jep mundësinë për të luajtur në fazën play-off. Synimi mbetet fitoria dhe kjo është mënyra që lojtarët do të hyjnë në fushë, duke shfrytëzuar edhe mbështetjen e tifozëve. Kjo do të jetë ndeshja e tretë në kualifikuesit e Kupës së Botës, ku deri më tani Shqipëria ka marrë 3 pikë. U përfunduan këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.